Eurodeputeti Richard Hope nuk përjashton mundësinë që zgjedhjet e prillit të mos vlerësohen si të besueshme, nëse ato mbahen me ngjecje të shumta dhe pa u zbatuar të gjitha pikat e marrëveshjes së Prizhinës. Hope thotë se kjo javë do të jetë vendimtare për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në 24 prillin, ashtu siç ishin marrë vesh liderët e 4 partive kryesore politike. Gjatë kësaj jave do të marrin vesh nëse mbetet e njëjtë data e 24 prillit, me që është e qartë se ka mosmarrëveshje mes partive, që zgjedhjet të jenë korekte dhe të besueshme dhe që të sigurohet zgjidhje e vërtet demokratike, do të duhet të zbatohen edhe elementet e tjera të marrëveshjes. Situata e deri tanishme shpalos mundësi që zgjedhje të ketë, por se a do të perceptohen si demokratike dhe të barabarta, nuk jam i sigurt. Se a do të sigurojnë zgjedhje demokratike, nuk jam i sigurt, deklaroi Richard Hope, deputet në Parlamentin Evropian. Ndërsa vetëm 3 ditë para skadimit të afatit për dorëheqjen e Nikola Gruevskit dhe për zgjedhjen e kryeministrit të ri, partitë politike vazhdojnë të jenë të ndara në qëndrime nëse duhet apo jo zgjedhjet të mbahen në afatin e parapar. Unë dhe i tërë opinioni e dim se nuk janë krijuar kushtet që të kemi zgjedhje të lira dhe demokratike. Ardhja e komisionerit Han lidhur me pikën e marrëveshjes së Prizhinës, që ka të bëjë me zgjedhjen e kryeministrit të ri më 15 janar, është e vonuar. Është e vonuar sepse nuk mundet që Gruevski më 15 janar të japë dorëheqje dhe të njëjtën ditë të zgjidhet kryeministri i ri. Në këtë rast kemi të bëjmë me shkeljen e afateve. Megjithatë, ardhja e Hanit është një ndihmë e madhe dhe presim që të saktësohen afatet deri në realizimin e detyrave të Prizhinës, deklaroi Zoran Zaev. Zaev thotë se lidhja social-demokrate e Maqedonisë me rëndësi është që 100 ditë para zgjedhjeve të ketë kryeministër të ri. Datë e zgjedhjeve si dhe rrjedhshmëria e zbatimit të marrëveshjes pritet të saktësohen gjatë vizitës së komisionerit Johan Han, i cili është edhe ndërmjetësi kryesor dhe garantuesi i marrëveshjes për nxjerrjen e vendit nga kriza politike.